Dëgjues se e ka dërguar një pyetje, thot profesor, thot baba nuk fol me vllaun e vet, gjithsesi thot edhe neve fëmijëve nuk na lejon që të flasim, por ne si tinës thot dhe të shkojmë te agja, por ne si tinës thot mundohemi ta kryjmë këtë çështje. Thot neve gjithashtu na ka lënë thot amanet për së gjalli që asnjëherë të mos shkojmë te agja. Jemi mundu thot me i bind, me i pajtu, por nuk kemi pas mundësi. A ka mundësi thot edhe të ejtën thot në TV Vali profesor ta keni një temë të tillë dhe sonte pak fjalë. Nëse s'harrojmë tajten edhe me na kujtu dikush, flasim, edhe kemi fol tajteve të valë më shumë se një herë. Mas pari babën tënë Allah e drejtohë se pas ka një dresht fort, një dresht i madh. Për ndryshe, me thonë s'flas me vlla dhe në kiamet. Edhe ja vla manat mës me fol me vllakor, ai njeri me që më pasha zotë sa. Qaj njeri, ta më në kry nuk ka. Ai njeri, zemra ka të smut. Ndasht të falet 5 kohë ditje, ndasht 50 kohë, ndasht që ka në haqë për ditë, për vjetët, jep sadaka, ta ka mjekre deri të këthiza. Që ka të delet bë? Ai, pun tjera të mire, nuk s'ta këfërlat kësia me thonë, por ai është i smut, ai smut. Qaj tamam nuk ka. Ja, ai smut. Se me ka një shnush, ai. Me ka një shnush. Pasha zotin shkon në rënd të dere vllaut. Të dere rënd. Edhe nëse jam shel dere naj, nëse jam shel trak dere, dhe s'kemi himra na, po anënuna të dere, shtu kom e najt. Qa përre këto, përri kur dilështu me të full ty, me të vasela. Po? La ilaha illallah. Përri, me të dhanë ty selam. Subhanallah. Subhanallah. Hasan dhe Husejni bijtë e Aliut e të Fatimes e shkën prish njëherë me zveti pak. Shejtani gjithkun dhe për të naj poshtër, është i malkun Allah i malkoft. Hasan e kanë më i vjetër, Husejni e kanë më i ri. Husejni më i kthyshëm se Hasan. Po do një fal vllaut me njëherë. Po do me hjekat fal, nuk do me majtë hedhni me vllaut. Njërë man hedhni me vllaut. Njërë mund të preket për momentin, por s'man hedhni me vllaut. S'man hedhni me njërë me vllaut, la ilaha illallah. Dhe Hasani i flet Husejnit. E Husejni thët pastaj, unë deshta me të fol me nëheri pari, por dësha ti me marë se vap, se ti e me madhë, të me kanë presë, ti me prik punë të më dhamë punë të mira, të ka hje ma shumë edhe ki se vap ma shumë je me madhë, la ilaha illallah. Ndërsa vasijeti, testamenti babes tanë, se nuk pjavla manet, mës me i fol vlat, mës i des atë manet, me babën bashkë të nën dhej. Me babën bashkë me shtinë dhej dhe të vorët jetaj. Jo gjdo e manet dhe testament i babës, apo i kujtë dhe qoftë kryhet. Ik? Jo pasha zot. E ju për pëlqeni që shkani tinza babës të migja. Ju jeni matë mirë se baba. Ju jeni matë mirë se baba. Se fëmija nuk bën me ngu babën, e asë nanën, kur thot nana, më shkët e migja, se migja më ka shamu. Po e nanë të ka shatë, ty të ka konatë, ty të ka fonit i gure huja, i gure fisit ka fonë me leti unë, që është është? Ndërsa mu migja më ka djallë vlatë, gjak i ti e mëne. Dhe mi si babë, për që të ka lëndu ty, për që të ka fy ty, edhe një me lëndun. Por pse me lëndun, unë e pe babe ka në lëndu hëna? Por pse lëndun e pe babe, pe gjyshe, pe migje, pe vlakën, nuk të zanë me ndikun me leqita të vërba, kuptoj njerëzit. Të mund është me pas migje të në shka. Po të ma ziti shka? Dhe që mujtë e babën të në pas shka. Por, kjo nuk të zanë me ndiku
në asnjë mënyrë që ti me shput lidhet prej tina. Jo më rëlla, jo. Nana nuk vetet për miq, as baba nuk vetet për miq. E na shta s'vele me shku në rësye më rej, por në tin se shkaj. Allah është përbleft, e drejtoft edhe zot babën e ju, e tanë muslimant, e ja Rabbil Alamin.